Hani një fetë të djathtë në ditë dhe I thoni lamtomir këtyre problemeve shëndetësore. Djathi është I pasur gjithashtu edhe me yndyrna të cilat e bëjnë atë një ushqim të pashëndetshëm, por ka shumë variacione të djathit të cilat kohët e fundit janë cilësuar si shumë të dobishme për organizmin dhe trupin e njeriut. Megjithatë, si një nën-produkt I qumshtit, edhe djathi është një produkt I shkëlqyer që mund të konsumohet në përditshmërinë tuaj për sa kohë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nuk e egzagjeroni me konsumin e tij dhe konsumoni atë pa përmbajtje të kriprave të tepërta. Studimet e reja kanë shqyrtuar se një fetë djathi konsumuar në ditë mund të jetë një minjerari për shëndetin tuaj, për sa kohë nuk ka yndyrna të shtuara dhe sasitë e larta të kripës në përmbajtjen e tij. Studimi I Universitetit të Albertas në Kanada tregoi se ky ushqim mund të ndikojë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Kryesisht këshillohet për paradiabetikët, të cilët kanë nivele të ulta të yndyrnave në trup. Ekspertët vazhdimisht sugjerojnë se ngrënia e një sasie djathi mund të përmirësojë kështu shëndetin tuaj kardiovaskular ose diabetin. Gjatë studimeve u vures se enzimat e djathit dhe produkteve të bulmetit ndihmonin në prodhimin e fosfolipideve. Gjithashtu ndihmuan edhe në stabilitetin e niveleve të insulinës në trup. Megjithatë, zakonisht rekomandohet konsumi I djathrave me sa më pak yndyrë. Në këtë rast, është e rëndësishme ta konsumoni jo përtej normës së rekomanduar ditore. Mund të zgjidhni djathin që preferoni më shumë për të përfituar kështu vlerat e tij në stabilitetin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në trup. Ekspertët këshillojnë në konsumin e djathit si një përzgjedhje mjaft të mirë për organizmin. Një studim të cilit I referohemi sipas Healthline përfshiu në më shumë se 200 persona në këtë studim dhe tregoi se konsumi I djathit çdo ditë brenda normës së rekomanduar ditore ndihmoi shëndetin dhe organizmin. Personat që konsumojnë një sasi të caktuar të djathit në përditshmërinë e tyre patën një risk më të vogël për t'u prekur nga sëmundjet e zemrës. Të dhënat të këtij studimi që morën pjesë për më shumë se 10 vite treguan se konsumi I djathit ishte një ushqim shumë I rëndësishëm për dietën ditore. Por sa djath duhet të konsumoni për të qenë I shëndetshëm dhe për të marrë gjithashtu vlerat e tij të rëndësishme? Ekspertët rekomandojnë rreth 40 gram djath në ditë, por tregoni më të kujdesshëm dhe ta konsumoni atë sa më të freskët. Kështu përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse. Djathi gjithashtu është I pasur me probiotik që ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar. Çelësi për një jetesë të shëndetshme është sigurisht ngrënia e shëndetshme dhe e pastër. Edhe në rastin e konsumit të djathit, ju mundeni të zgjidhni të konsumoni djathin sa më cilësor të konsumuar edhe në kombinim me shumë perime. Kujdesuni të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të bëni zgjedhjen më të përshtatshme, pa e tepruar gjithashtu edhe me konsumin e ushqimeve të tjera. Djathi, edhe në të kaluarën ka qenë një nga ushqimet më të rekomanduara. Sipas ekspertëve të Healthline, ai është cilësuar si një mbrojtje mjaft e mirë e shëndetit dhe do të evitojë gjithashtu një sër komplikacionesh. Djathi I dhis është një nga djathrat më të shëndetshëm që mund të konsumohen fare lehtë në dietat tuaja ditore, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin dhe do të lehtësoni gjithashtu komplikacionet. Gjithashtu ka një strukturë kremoze, shije të butë dhe përmban një sasi të mirë të lëndëve ushqyese. Ai do të ofrojë gjithashtu proteina të cilësisë së lartë dhe elementë të tjerë të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit. Djathi I dhis është I njohur gjithashtu si një prej produkteve më të mira që mund të shtoni vazhdimisht në dietën tuaj. Ai vjen me një larmi aromash nga djathi I freskët I butë, I përhapur te djathi I kripur dhe I thërmuar.
Të gjitha llojet e djathrave janë të ngarkuara me lëndë ushqyese thelbësore si yndyrnat e shëndetshme, proteinat, gjithashtu vitaminat dhe mineralet e tjera. Djathi i dhis konsiderohet si një alternativë e mirë për djathin e lopës, i cili është nga qumshti i lopës, sepse përmban proteina të cilësisë më të lartë, më pak laktozë dhe nuk shkakton gjithashtu edhe alergji. Djathi i dhis ofron një numër të lartë të përfitimeve. Ai ndihmon gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit. Djathi i dhis është i pasur me acide yndyrore të pangopura, që përmirësojnë kështu shëndetin tuaj kardiovaskular. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrient zbuloi se konsumi të paktën 60 gram djathë dhije në ditë për 12 javë rriti në mënyrë të konsiderueshme kolesterolin e mirë, e cila ndikoi drejt për së drejti në një sër aspektesh të shëndetit, duke e cilësuar atë si një nga përzgjedhjet më të mira për të nisur ditën dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e organizmit. Djathi ndihmon në humbjen e peshës së tepërt. Ndërsa djathi i dhis është i bërë nga qumshti i dhis, konsumi i tij mund të ndihmojë në humbjen e peshës, sepse ai është i pasur me acide yndyrore dhe acide kaprik që treten shumë më shpejt dhe janë në një burim i menjëhershëm i energjive tuaja trupore. Ndaj edhe konsumi i tij në mënyrë të rregullt në dietën tuaja do të luajë një rol të mirë menaxhues kundër këtyre komplikacioneve. Një studim i vitit 2017 raportoi se njerëzit, të cilët konsumojnë në mëngjes bazë edhe qumshtin edhe djathin, patën një ulje të ndjeshme të dëshirës për të ngrënë gjatë ditës. Kjo rezultoi në uljen e oreksit krahasuar edhe me një mëngjes bazuar te qumshti i lopës. Djathi i dhis do të mbështesë gjithashtu shëndetin e kockave. Djathi i dhis është një burim i mirë i mineraleve thelbësore të tilla si kalciumi, fosfori dhe bakri, të cilat kërkohen nga trupi për të ndërtuar kocka të forta dhe të shëndetshme. Kalciumi është një mineral i rëndësishëm për të ndihmuar në ndërtimin e kockave të shëndetshme dhe të ulur riskun e osteoporozës. Fosfori është një tjetër mineral i shëndetshëm, i cili mund të ndihmojë edhe për të përmirësuar strukturën e tyre. Djathi ndihmon në zvogëlimin e problemeve të akneve. Djathi i dhis përmban acidin kaprik që është treguar se posedon vlera të larta antiinflamatore dhe antibakteriale. Studimet mbi kafshët dhe studimet e provëzuara kanë zbuluar se acidi kaprik është efektiv në luftën kundër problemeve të ndryshme që shkaktojnë akne dhe puçra të lëkurës. Ndaj konsumi i djathit në recetat tuaja ditore do të luajë një rol të mirë fantastik për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi nuk mund të ketë yndyrë dhe kalori nëse nuk dini se si ta aplikoni në dietën tuaj. Nëse konsumohet me masë, ai kontribon në shëndetin e trupit të mirë. Ai është një arsye pse mund të gjendet çdo ditë në tryezën tuaj. Djathi përmban gjithashtu edhe vitamina të rëndësishme, siç janë vitamina B12. Vitamina B12, e cila është e rëndësishme, mund të çlirojë nga lodhja, dobësia dhe të përmirësojë qëndrueshmërinë e trupit. Gjithashtu shoqërohet edhe me një humor të mirë. Siç e mbështesin edhe studimet, lehtëson simptomat e depresionit dhe qetëson ankthin. Djathi është i dobishëm për shëndetin e zemrës. Sipas studimeve të botuar në Journal of American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit shoqërohet me një risk afërsisht 3% më të ulët të goditjeve në trup. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit, sigurisht në moderimin e duhur, shoqërohet edhe me një risk më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare. Si rrjedhoi me jetëgjatësinë, pasi rezultatet e studimeve treguan se përfshirja e djathit në recetat tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mburojë e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë edhe për sistemin tuaj tretës. Ekspertët e cilësojnë në konsumin e djathit si një prej alternativave më të mira për sistemin tuaj tretës, çka mund të ndikojë drejt për së drejti në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Dhe mos nguroni të konsumoni djathin sa më cilësor.
Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.